Unë realisht nuk e di se pse këto dietologët apo nutricionistët nuk sqarojnë dhe nuk dalin të informojnë realisht njerëzit mbi ushqimet, mbi kaloritë apo mbi humbjen e peshës, sepse është aq e thjeshtë dhe unë kam lexuar dhe më duket sikur më është hapur një perde dhe do thoni ju që secili mund të lexojë, okay, po jo të gjithë janë nutricionist. Pra, ato mendojnë që thjesht japin një recet ose një flet me disa vakte dhe njerëzit humbin peshë, por jo. Çdo njeri mendoj që ka të drejtën të informohet për aq kohë sa po paguan. Duhet të informohet për gjërat bazë. Ky mëngjes këtu ka vetëm 271 kalori. Unë e kam bërë fara chia, mund t'i bëni dhe direkt me kosin, por kur i bëni me kosin do ketë më pak sasi. Nëse doni pak më shumë sasi dhe do jeni shumë të ngopur për shumë orë gjatë ditës, keni fara chia që mund t'i bëni në ujë. Ka një lugë gjys fara chia në ujë, ato duhet i lëm 15 minuta minimumi, është një banane dhe 5 kokra fix boronica dhe pak kanell. Mund t'i shtoni dhe një gjys lugë mjalt, pra një gjys lugë, jo më shumë sepse një lugë mjalt ka shumë kalori. Unë kam lexuar për kaloritë dhe realisht është një magji se si trupi njeriu funksionon bazë kalorive. Gjithmonë e kam dëgjuar kaloritë, deficit kalorish, dhe thjesht më duket si diçka që e gjonim kudo, po nuk është se shpjegohet shumë qartë. Dhe të humbësh peshë nuk mendoj se ka qenë ndonjëherë më thjesht, ku vetëm në 2 javë kam humbur 4 kg. Asnjë lloj diete ekstreme, siç e shikoni një mëngjes super të bollshëm. Në drekë kam prap shumë ushqime për të ngrënë. Kam zgjedhur të gjitha sasitë e duhura dhe këtë kam bërë të gjithën vetë. Nuk është se kam paguar, më parë kam paguar në fakt në për këto abonimet, në për këto që dalin në rrjetet sociale. Absolutisht nuk dua të flas kundra askujt sepse ato e kanë punë dhe ushqehen, por realisht mendoj që njerëzit duhet të informohen, jo thjesht t'u jepet shablon një recet që ha këtë edhe kaq. Okej, mbarove atë regjimin që të ka dhënë X dietolog apo X nutricionist, e mbarove dhe çfarë ti të vazhdosh të hash sepse ti nuk di se si duhet ushqehesh. Mendoj se është shumë e thjeshtë se ç'bëhet, shumë e thjeshtë se ç'duket. Shikoja video të ndryshme, gjoja video të ndryshme, merr informacione të sunguara dhe gjithë informacionin e kam marrë në Google dhe në për këto inteligjencat artificiale. Po mbaron koha, kështu që po bëj një video tjetër më saktë për të shpjeguar. Realisht ka shumë informacione që janë shumë të thjeshta, por që do ju ndryshojnë jetën. Nuk keni pse rini pa ngrënë për të humbur peshë. Çdo gjë do ju shpjegoj hap pas hap.